Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi, jemi sot në Shqipashnicë të epër me Komuna Kamenicës. Për herë të parë jemi me mision në këtë komunë, pra si që është Kamenica. Hajde po shkojmë me pamje nga fshati, me pastaj takohemi atje. Sa pamjet e bukur që ka fshati Shqipashnice për me përveç kësaj në përgjithësi Kamenica sot më kalon bresa shumë të mdoja me bukurit që i kishte. Kështu kam dëgju, por që me emision nuk kam qenë asnjëherë. Hajde të shohim se si po na presin banorët sot në këtë fshat. E kam parasysh se sot është shumë ftohtë, ekstrem është. Por që po shpresojmë me taku dikon me që jeni të po, është shumë qetësi, është e pamundur me po ndonjë banor, në fakt jem të e po një atje. Hajde po shkojmë po provojmë, të pakten mos po na fol. Është me punim me diçka, nga çka unë po arri me po prej largut. Po që na kish pështu valla me na fol pak, me na tregu për këtë fshat. Nuk ja kam idenë se si janë njerëzit në Kamenicë, si jetojnë në këtë fshat, qa bojnë, qa punojnë, a është braktis fshati, a ju. Në fakt duket fshati me qenë shumë i madh, ju kërkoj ndjes për dorën, që po e shtin, që po është shumë ftohtë, s'kam qam një bobull që kemu mërdhej me mikrofon, kështë që bilin janën të mbroj. Ora, po, ku i kështë e hyme nuk po di, edhe kur të fryn, i him bosh, nësë për t'ja përgjë, kur të fryn që shto i ra, fort e kam problem. Ashtë herët me tha përshëndetje, larg jemi, po thonë ndodhë që edhe nuk në ndëgjën. Ja, mas shumë ti pritoj me dalë me gjëru kur të është irë. Veç këshyre që shti halakat flok, ca i ndreqaj, i lolisa, ma deshe me më po. Veç shumë bënat. Përshëndetje! Mirë falemderit, ju si jeni? Nga pak, nuk po dëgjoj mirë, po afrona. Bon, edhe nëse s'bon, bon. Hajde. Ta shoni të tregoj, krejt, ka e ki hymjen. Vetëm për fshatin ku më pyet një 3 pyetje. Për fshatin, ta shtë të tregoj, se s'vin tani interesant me t'i tregu. Befasi. E desha se më pranverë shkunën plokat, e kemi mi pas edhe do ditë ftohta, po që del njëri mi jokë në të lkurës. Ma që t'ke kohën vrënti e kështë, po që është ka që ftoht, a ndoshta edhe në Kamenicë për një me. O, fërbizhgëve, molleve, që, shumë ftoht është. Ka e kështë e imin? Qëtë?
sa po mje bukur që po shohëm. Nuk e di sa po arrini me i po nëpërmjet ekraneve tuaja, po na që jemi sot në Kamenicë, shumë bukur, fantastike. Ku na mbeti zoti shpis? Gabim? Është hera parë që flasë dhe takoj njët Kamenicës. Ide nuk e kam se si. Si je, Dorotina? Përshëndetje, vjen mirë. Ne jemi me emisionin Katuni jam që i vizitojmë këtë katunët në Kosovë. Po mirë, faleminderit. Edhe sot e ka pas rodhen ky fshati Shqipashnice e për me. Mire kemi thonë. Një e urta, një e pra. Tash, jeni të ndorë. Cila është ma e modhe? Kjo është ma e madhe. Kjo është ma e modhe. Si është jetesa, qa punoni, qa bëni? Po, në zakonisht punoj me punë vëjsore. Të thotë toka punohet? Punohet, toka po, tash kote e fundit po ikin e migra, trit po dalin jashtë, na ma të vjeti tash edhe s'po ke mundësimi punu që duhet, po mirë, përgjithësi është mirë, nuk ka keq. Tana ka tri që janë të shkollum, kanë vendet e punës, pigjojnë edhe këtu në Kosovë, si do pas në Gjilani, në Kamenicë, Prishtinë, Kotadione. Mirë, nuk ka keq. Sa shtëpi ose sa banorje në momentalisht brenda fshatit? Përafërsisht nëse ti mund të... Përafërsisht se na po, ato statistikat i kanë po, unë përafërsisht kjo dykun 300 shtëpi, numëror qëtu, tash për banor, një 800 nashta për momentin, a kështu është rezident që janë këtu, a jo rezident, ata janë edhe 800 tjetër, se për shembull na i kemi gjysa e fshatit është ma tepër është jashtë. Do thot pjesa ma e madhe, pjesa dërmuese është mërgot. Po, Që kanë po, që kanë dalë jashtë vendit. Tash për gjysë mund me thonë që janë dritë zakonisht po tonë që... Po, përveç mërgotes, a ka prej atyre që kanë dalë në ndonjë qytet të Kosovës? Po, morë që shë, po na kemi edhe atje, po kështë të thonë që tu që janë 800 banor, do të janë 120 shtëpi, 100 shtëpi, që ato 120, që janë me banor, të tjera këtu janë rezident, që unë djarë në kom, që 15 vite atje, a i këtu e ka shtëpijen, këtu e ka pasunjen, këtë po, është atje. Këtu nuk është. Ja, këtu i sashtë, i këj për shembull, i këj të erën vetë, a vina si. Na i dojmë njerëzit shtëpia, që ka na do të Jo, me vend, plotësisht është me vend, është shumë e saktë, po, ti bojsh, situata e bënd vetën. Normalisht, se cili e bënd zgjidhjen e vetë, kërkush për qef nuk e len vendin. Jo, kërkush edhe kur nuk më me thonë pse. Nuk kemi veç në Kosovë shqiptarë që dalëm jashtë, po për shembull Gjermanët janë bëllë pasën, po të në kemi veçem në Amerinë, Kanadë, Kotadione. Edhe na jemi popull i vogël, edhe na kemi për shembull ma shumë vujtë, ma shumë kriza, edhe na kemi nevojë me dalë, mos me pas nevojë tybe. Po tash më përgjithësi është mirë në Kosovë. Me pa botin me syje, që po botet e këpo botë me me mësuna i sene. Që ata mërgaten edhe ata mendojnë edhe për neve, po edhe na mendojnë për ta. Fiksisht aty ja u parashtru pyetjen të mërgata, sa kanë kontribu për fshatin Shqipanice i për me? Qes, unë po të regoj. Jo veç në Shqipashnicë, po në gjithë Kosovën po foli për fshatin të. Shqipashnica, mërgatën shëja kemi të mrekullueshëm. Ata janë që më thonë infuzion i këti katunë. është shumë e mrekullueshëm. Po ju vetëm këtë katon? Po unë po thonë, unë e thasë, përgjithësi për Kosovën infuzion, po për fshatin tonë është infuzion. Qa ka kontribu? Po ka kontribu që, për shumë xhamien e reja kemi pas më të vjetër, e kanë marru 3 rishtas, komplet. Ka kushtu dikun për shumë për 400.000, 500.000. Edhe me i tepin që ashtu e keni me rregullu, ojkun me i tep, po është tash ode katundit, e kemi përmi pritë për shapat. Përgjithësi, shka ka nevoj katundi, aty i kemi shumë... Dhe këto e keni nga mërgata. Ka mërgata, kejt, ashtë ka muj ka dhonë me dhonë për shumë në i katundar, pa të na me këtu i më pak, ata e në konë për shumë kryesor që është bazamenti për financat që i bojnë. Unë jem të e po një pastërti të dukshme brenda fshatit, e keni dika që kujdeset, apo jeni vetë kështu që cili për viti? Jemi mundohëm që ashtu po i kemi do fermera, e ata shëqërqi kemi, e ata në ashtu ka pak bojnë, vërsi për shembull për baglojnë e kutatime, po do të më konë falenderi për ta që na mojnë neve. Se mos më konë ata, na s'kem ku shkojnë. Pa ata s'ka jetë, fshati që ato e danë. Po dhe qyteti, pa neve ju s'muni me funksionu atje. Jo, ose na e lypëm gjatën e kosën e Gjitha, qashtu me vend ashtë ka. Ato janë të lidhura, po qashtu. Po du me ja bo një pyetje këshëm përgjithësi. Njerëzit e gjithë Kamenicës, për çka njihen? Se unë nuk jo një fare heq. E ka i tje për vetë.
Hajti kojt, po thu që jam. Mund më konë, s'fadive, si më bo që shpotu ti, mund më konë ato ka Dugagjini, jo. Kadrenica, jo. Ne, Dugagjin. Dugagjin cilit të një. Istak. Istak, po. Se heq nuk e një. Ani mirë, Për çka një? Istak, njëherë ka kem konë, dhe ato kështu tranzit, kom në farë ta që kom më të rejnë, kom të PS, farë në një kjo është, po. Kësore pëllojmë ato, vesh për si Kamenic, po të kalzoj, ta shti hukni Dugagjin, dukni, për shemë kana pak se jemi ma larkë, se jo pak, ma në qosh. Jeni si pak krah me neve. Pa jo, na jemi në lindjen në kand, ju një në kand në përendem. Ashtu është. Geografien e dipë që ashtu është. Geografin në fakt e kom ditë shumë mirë tash. E ke harrua. Po kom nisë me harru Ja, vjetë ja, po se bohen. ka- Kamenica për njerës të mirë, po të kalzoj, është, tash po thomën e se ju tash dikush preket. Unë ju kom thonë gjithës, unë e kom edhe në Bergat, kom konë. Këta vendet për Evropë, në Azi, kom përë, tash e marrë tu. Kamenica është shumë njerës të mirë janë. Kamenica ka civilizim. Po të kalzoj, s'ka është qytetrim dhe inspirim për tjera të komuna. Jo që jom ka të Po ja, qemre unë ju komunistan, pyta. po pyti ti edhe krejt vendet e kam e vendet Kosovës tu i kush është ma civilizuar, ma qytetruar, ma të bukur, ma të urtë, ma të... S'ka këtu e le kërrin që aty, le e dirë që, le me unë si msheri kur. Kur që më hindi kash me më hongë. Demokrat, Ja, liri. na jemi vesh një vla, jemi. Na jemi një familje. Unë në fakt kom dëgju se jeni njerëz shumë të mirë, po nuk më ka ro personalisht me nejt me një person që është nga Kamenica. E fërat ju Do një me nga pyta. vizitu, se na jemi pak në kant, po ta shqit na i rrugëruat autostrada, bo ma të mirë se krejt. Se na liu me gjithë botën. Boni perfekt, mandej. Po, është normal që kjo arteri është kryesore që e liu. Po, elementet për jetë në brenda fshatit, i keni gjitha. Në të i pa shtyllat elektrike, i pas këtë vjetra. Jo, që kjo valla se edhe këta ku mblje vetë, po që ashtu konë, Me mundësi. ma herët janë konë pak, ma ndryshe, tash na ka ardhë kjo partia në pushtet, tash ma fuqishme. Po, rrjetin e kanalizimit e keni, ujë sjellsin. Qere, merë gjitha. rjetë, që ky fshat e ka rjetin, ma kuptohet që ka elektrifikimin, na kanë bo, edhe ma herët po edhe tash kundi kam shu krejt, do të s'ka shtëpi që nuk është e dera e ka që elektrifikimin, do të ndryshimin. Asfaltin e kanë bo vjetë, ka që edhe ma herët kanë punu dikun, dhe po këtë konë më shumë pak. Vitin e kalim e kanë byrë komplet, s'ka dhe jonë 2-3 rruga, ato kanë metë si kontestu se i kanë harrua se s'unë i kanë menagju që shdohet edhe kanë metë, po jonë në pregaditje, vetëm ja qitë edhe me shtu asfaltin. Shumë pak janë ato. Kryesore, ka të ndihoni ka të gjitha, me kanalizim, me ujësjelës, me të gjitha, kur gjë si mungon, vetëm njerëz mungojnë. Po. Për fund, do një veçori që e ka fshati, që me ju njoft, ose si punem që ko marrë për jetë parë se vizitore. Si e kishe përkufizu Shapashnicën? Që Shapashnica është, Shpashnica. ka pas tradit edhe ma heret si fshat, shumë i sinqert, shumë mirënjohës, sidomos për Marfin, se na kemi Karadokën apo Gollaku për fjetë, Karadokin këtë pjesë i vjen, po pjesën lindorën ka tonë ka Serbia, këtë është, për shembull, këtë tonë ka Gollaku. Këto gjithmonë përpara kanë dhonë bukë, Shqipashnica konë bukëdhos, i ka prit mirë marsijen, nuk jo në konë sigur disa fshata, shamar, në ashta ndikës ato, spikë që për ceki, po Shqipashnica ka pas emën përpara. Po dhe sot jemi një vla, na nuk pshehum pi as njonit tu. Him, dalëm, ke grus, ke gru, na i marëm teshen, s'na, kur nuk kemi. Veç e vrejta se në fillim në e la makinin, as më na thonë kosh pse ma li afer u borrit, ose heqi që. Jo, more, po kjo është. Po ju lumë, na jemi vlazën e motra. Une respektoj krejt shqiptarin ku do që ekziston shqiptar në rruzën të Kosovës, se jo mo që i kemi vjendet tonë që jemi nga dishën balkanikë. Por që pak jemi të i lanë harresa, traditat E, tona. traditat, po traditat, po në vje kes pak, më shprejnë, është ta pak dikush, e merë pak, ma merë për të madhe se kjo televizion, shpërndohet, po, unë e fulli realitetin. Po jënë se na përshkojmë po lipu me Evropën, në Evropa, që kjo është. Mentalitet tjetër. Evropa për para 30 vjetë, 40 parte tonë, pleshte tonë, kanë nejtë, sidomos ka pjesa juvë, ka 50 vetë në familje kanë jetu, sidomos pjesa e Dugagjinit. Të na pak ma vonë jonë hek, po dhe të na po të jo konë si shembull. Sot aki, asë me kejtë jonë damë, si ta martoj gjallin me nërë, po iki. Ja, da s'po më rëjet me. Qështu. Edhe ata qështu, qaj është të dite, jakësit e përendimit ata, si të marrë, 18 vjetë me nërë e largojnë.
Ndërru ishte shumë kënaqësi, faleminderit për A punën. shkojme, nashta keni Ramazan, po që s'keni, hajde ka një kafe javjap. Kemi Ramazan, A, keni? kënaqësi, po. Ju më vjen shumë mirë. Shumë mirë vjen që pas në Ramazan. Kjo është mu i mrekullueshëm, mu i mirë, mu i begatshëm, mu i human që interesohen për ata që s'kan, bashkë është mu i vlefshëm. Faleminderit shumë edhe për juve. Ishte shumë. Televizioni cili ke që shep. Jemi me djumin shqiptar që A mi krejt. djumin se edhe njerë ma Po, përsit. e shen në YouTube. Katun E jem. gjoj në YouTube, unë hajë që në internet rishom. E shkru në YouTube katun jem edhe del. Kur momenti që postot. Po vje këtë që dhe pa një kafe të këshëm pas pi, po, ose këshëm edhe buk ju kësha dhonë se vetë që pa kokë një largë. Faleminderit Po shumë, për shumë kënaqësi, zoti ju dhosh bereqet. Për neve është shumë kënaqësi Se kështë edhe të punu që të do manafera, unë i bëj marak jom. po manafera, Po, po manafera, na po. kur të bën manafera A, ta. kur të vi bezar, ko që jenive ju bëj ma abet, sa të keni qenë vjen mirë, une që keni gjetë kona, keni vizitu këtë fshat, jo fshat i mërkushme, kemi ujnë e mirë, se kemi lumin prej nati për marcis na vjen, e shpon këtu pari, e qanë katundit, edhe i kemi maret, i kemi këtu, krejt, qo sënd vjen të mira, po. Ishin malet e Karadokut. O, këto e këtu, Gollaku. Gollaku është këtu, tas e ka ndru, se Gollaku u konë piqetujt për pjesës tonë kamenisës për pjetë. Por që Deri te lumi Morava që e këpu që shkon për Bujanov, deri aty në malet e Karadakit. Tas e kanë bo edhe këto malet e Karadakit komplet kamenisa përveç komuna Prishtinës që e ka me pudujevna tonë malet e Gollakut. Por që fshati është i rrethuar me malet e Karadokut Karadokut edhe edhe Gollakut. Po, Kjo ka rëndësi. Qashtu. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Shumë faleminderit e kalofshi mire. Me të mira, gjithashtu, miru pafshim. Kësme dolëm, edhe ne. E falenderoj banurin. Po, valla, bash ban... Po thu s'ka heqa neja. O, faleminderit shumë që po na letëson rrugtimin. Po, Sheljam, këtë. Po. Okej, unë po vazhdojnë këtë pjesë sa me morë pomje edhe komentim. Po, mandej. Po, s'ka dertë se në rrugtimin e bëj krejtë në kom. Mirë pofshëm. Ne po vazhdojmë me shtemi drejt, po i morëm pomjet e qiti kryqeni. Inshallah nuk na njekon. Do thot, pa thonë heq, deshta me thonë në fakt se jem të i po qend, me hopen tupin. Me shtemi si që ndëgjut banorin në këtë pjesën është shumë vështirë me taku banor me që është braktis fshati edhe Shqipashnica. Ne po vazhdojmë po i morëm pomjet nëse takojmë dike edhe ma mirë, e mira s'ka thonë sa e bukur kjo pjesa. Vlen të ceket fshati e ka një pastërti të dukshme, shumë bukur. Fshati vazhdon të jetë qetë, pomjet më të mira, veçorit më të mira të këtij fshati. Të jenë të e pa edhe xhamin, po ne kemi me shku edhe përse ofërmi, se na bjen rruga anej, masi që të shkojmë të marketi, si që më të regoj, pro që ka njerëz aty banur edhe më me gjithë dikën, në mënyrë që me bisedu. Tjetra, në këtë fshat mungojnë trotuarët, pra deri tash për gjatë rrugtimit nuk e pash as edhe një trotuar. Edhe një tjetër market shqitore, Zadrug, si të doni, thoni. Stani po thoni dorën time, apo na mësë serbishte, po na këthet. Jo mërë, po qështë na kanë mësu edhe neve drymin. Ting, ting. Pra, se me shpërshqipi mos flasëm, ka me dry sa dush, pas ka mërmallu me pa të dollë gjoku, tymi nga o gjoku, se o gjoku s'ka ka me dollë, po tymi. E tash jemi në një pjesë shumë të bukur të fshatit, sa që i hinem një jetë në barë, po inshallah bile po e takojmë dika mos t'i kot. E du të me pas kujdes se është me shumë vise, është fshati i berber nga shumë vise malore, edhe qenë ka sa dush, po që shifeni sa pamjet e bukur, o nuk e keni idin se çfarë vendi, çfarë fshati.
Kapiondi, pomje, gjithandej. Nuk e di se si po duket te jo, por që na me të vërtet po e shijojmë. Jam të e po edhe një tjetër banor, diçka po qoporat që atë po qprish, a thonë edhe jo kështu? Hej, qfar, ire po fryna. O, zoti jem. Hajde po shkojmë, po e përshëndetëm. Puna mbar! Përshëndetje! Po sa njerëz të mirën. Jemi me kamera, dëni mësafer një 3 minuta? Faleminderit shumë. Isha me thy kom të nejkën. Përshëndetje! A jeni lodh? Si jeni? Se kam problem, Dorontina. Si jeni? Po, Dorontina televizorit. Po, televizorit. Si jeni? Po, Dorontina. po, qefi që u takun? Aha, bravo, bravo. Edhe që u njohem për së ofërmi. O, Dorontina për fshatra rregullisht. Gjithmonë. Si jeni? Mirë, falem. Me shëndet, familja. Mirë, kredi. Ju? Me se keni Si mirë, jeni, familje. si ju gjetëm? Po kalojmë, qëto. Familjen? Mirë. Qa po bënë, ja qa po bënë. Që, Qish po jeton, ja? sërimin rahat, pleqtu. Korra? Pleqtu, sërin rahat. Ta nej tek nëna. Po, mirë me Mundohem kona ta. shto aktiv. Pa, mirë ki. Ma mirë pak aktiv se Po, mushtrin shtratë. e vërtit. Si është jeta në Shqipa? Shisa e për me. Shqipashnica. Sa Po, e epërme. serbi thëm Shqipashnica, po një kërkoj falje. Shqipashnica Sa e epërme. epërme. Është një emër ma interesant, se Po. dinë më të regu që ka mbet, emri, historiku. A, Se Allah, din. nuk e di bashkë Kalojmë mirë. pyetjen tjetër. Si Nuk e është di jetesa në këtë fshat, sa ka mbet i banuar, apo sa është Ja, braktis? është i boshatisur në fshati, Aha. do më thonë 50%. Se Shtëpia cila ka të qenë pa- arsyeja? Po jam përëndim si është aja që a valash Po, për me shkuan, mikin të ndek, nëna veç. Mara boshatis 50%. Diko 20% jënë pa banush me shpijet. po që a nuk ka pas perspektivë në Jo, fshat ka pas me valla, jetu jo, dhe me valla që punu? të kanë nërnuan 200 shpi. I ka, kanë jetuan, amo tash spedojnë. Qojnë spedojnë, mali spedojnë, are spedojnë që Edhe fshati kështë shumë i bukur. e shopi. Ka shumë natyrë. Mire ka natyren, uj ka, krejta e ka. Po. Jetohet këtu Ska një diçka kërë. që ju mungon. Ja, s'ka, ujqesin e ka, karisimin e ka, rrymën e mire ka, rrugët janë asfaltu dikon 95%. Po që kishte edhe ca rrugica të Po, vogla, po, do më aty këtu Ato kam i keni vetë këtu. përmësysh. Edhe ato, edhe ato besoj që ka vdeka fundi mujt, Po një me sipër. po, por një me sipër. Aha, përveç trotuar mungonin. Po, Trotuar s'kishte. trotuar të fshati i vravës. Trotuar mungon gjithka, qaja është mungesë. Mungon gjithka e ki fjallin për fshatrat e Kamenicës, apo Po, vallaj, se kështu unë ka po shka- shkoj jo në... unë shka di, shkoj sa poshtë me shtu është ma poshtë, e mu që vesë rëgoqisë Po, trotuar Ka të tunë pak. për rreth, Po, domethënë. për rreth, po, mungon, trotuari mungon. po. A tjetër, s'ka, mirë është. Banorët që janë këtu brenda fshatit, me çka mirën, qa punojnë, qa bojnë, përveç që punojnë disa ndoshta në fshat, Valla, punoj me bujësi ka pak shtu, mire me ashtu ka e përshtatshme. to ka përshtatshme shumë, po edhe 1, 2, 3 fermerë janë këtu që i kanë ka ti ka 30 lopë qështu. Hiç ma shumë. Ja, qashtu ti ka 30 lopë, edhe 1, 2, 3 shpi, tjetër s'ka. E qa mendon pse ka roj interesimi për bujqësin, për blegdorin, Spendoj me 3 tashti, bujësi po dojnë pak pa. pak ma zatni, Ma zat ma një. pedant. Po, me lorë shatin, me lorën ato, se ne pak e mandishme. Qështu jetë, është qka me bo. Po, jo, qa ishe të punu? Tu e Unë përgatit tokën për pranverë, përgaditi- qa kime mbjellë kësmet? Kep, Udra? hudra po, Shumë mirë, çka i kep, hojnë hudra, krejt? qato po. Po, na i domate, Po, na i qashto, patote? Pato, kejtë e mjallë, që tu e mjallë pak boston, qështu që kum liru qëtara, qështu, që tu e bën një barë që Apo bëhat? Bot, që ti bëjsh një zmetë, ka dhe unë e plak që tu që dhitë në ri, ka pak
Pak, fërdit. Kjo është edhe aktivitet kështë Fizik, fizik për po, trupin. përshëndetin, po, bravo, përshëndetin, ki bravo. benefite. Po, mirë, faleminderit. Shtëpia, a e keni larg? A Ja, shtëpia unë sa po? shpeja jam, ja? shtëpia Ja, juve. shpeja jam është larkë më të E nëna. të më thonë, pjem prej këtu, Po, e këti pjesën po, kështu. peja qejtë vi ka dalë këllë këtu. Shumë shkoj të bojsh shpe. edhe paske edhe pem, Po, edhe një sirë paske. po, edhe një serë e pregaditishti edhe pak. Po, shumë Po, mirë. qëtër. Isha duke ju pyet edhe për në përgjithësi banorët e fshatit, për çka njihen? Për çka njihen? Për çka njihni si banor? Unë më thonë mikprica, Po, mikprica. si po më shohin në njëherë po flasin. Ja, për mikprica, ma mikprica bile zbesoj që i ka këtu në rrëth për fshatër që pritin musafert, hata shumë janë, ja, shumë janë. Ju ka mbet kjo nga të partë, edhe këtu, vazhdoni po, me përcjell edhe të brezat e ri. Krejt fshati është një mbjemen. Po, Këtu nuk ka asë një familje prej fshatave tjera që i ardhën. Këtu krejt dërmak janë, 200 shtëpi që kanë konë, dërmak të asë mërë. sa interesant që s'pas ka ndodhur asë Toni në na, fshat. po, na shkojna, hina, stirmi, Vllazmi. ja, shkojna, ku ka dushna për fshat, e ki dyrin qelë. Po, dy qelë po i mbojsh. Po, dyrin qelë. Do të thonë gjithë fshati ka vetëm një mbjemër. Vetëm mbjemër. Dërmaku, a? Po, Ju lumt. po, Unë shpresoj që keni me konë gjithmonë kështë të bashkuar. besoj. Po, Nga tresa s'ka, kur që këtu është shkelqysh. Po s'pe dojmë shatin, na ja diçka tjetër. a kanë me u kthy një ditë? Qa me ndë? Problema. Krejt koha jetën e imponon. Mund mu këthy, koha me konë për shembull më rregullu stata. Me konë kushtet, me që konë mund është kushtet, bravo, s'po. E kena gjamin e re, shkollën e re, ma të tash, mirën që të po. rreth e kena shkollën, ma Po të tash, rregullume. tash kur e shen edhe që s'po mirë të kërkosh me ty, as nuk po ta zgjat dorën, as normalisht ti do të me marrë një rrugë, Dika, ka do të me mja mojt, jetu. po, normalisht. Po, pasha, zotë. Shumë e qartë, shumë. Kënej i fajsojnë, po në anën tjetër nuk është që ju kanë ndihmu. Dimu, jo, po. Ai dën me hangër, fëmija dën me hangër, as një për qef se ka kanë lëqu venin Jo, Kosovën, jo, as fshatin. Ja. Shumë mirë, unë shpresoj që keni me konë gjithmonë Ju kështu, falenderoj. ishte shumë knatësi. Mi se ardhun, knasia jeme është që u takum njëre. Faleminderit. Edhe për mu, unë e kam dëshirë me taku se cilin prej publikut që na shikojnë. Po, Ishte shumë knatësi. aha, po, valla. përshëndes. Ju përshëndet me Faleminderit faleminderit shumë, ha. Kaloni mira. Me të mira. Miro pofshim. E falenderoj këtë banor të mrekullueshëm, ma ka jep një energji kështu hala ma të mirë. I kam bë dhe ca biseda kështu shpejt prapa kamerës, se i thash ondit që ati ku shkeputa dhe më thonë, po ta dëshirë me folë edhe pak me ta, se ishte shumë njëri mirë. Jem të e po dhe një tjetër banor, a do një mësafir? Po që shenë ka me një të skrejt, po. Ju lumë që mikpritjen e keshit, përshëndetje. Kam me ju pyet për fshatin, jemi me kamerë. Si, ja, jemi. Mirë faleminderit, si jeni ju? Mirë, faleminderes. Me shëndet, familja? Mirë, faleminderes. Shumë bukur mirë, po kesh, dukesh. Ishë mos më rako se në ka tonë edhe unë në shpe nuk rikë shtë e Shka ndrejshme. është kjo kështu, shka kjo? Kjo është, që shka Gjezim? është kjo po. Për shka? fshatin. A, për Kërë fshat? ju pyet si është jetesa në fshat, sa Mirë është braktis fshati, sa është i Braktis. banuar. O braktis shumë. Se është braktis ka të shumë? Pa punë s'ka këtu. Tu edhe me pas, duhet me shku në Gilan, Kamenic, me punu, me orë këtu me banu një nuk javë lenë. Po. 50 kilometra largë. Por që shumë vite keni jetu ashtë. A në vojtet mua për çka? Po qashtu këtu, A për ndryshon shembull, gjonat? ka ndryshu gjanat se punësimi shumë pak, nxënësat janë me 5 nxënësa në klasë, 3 nxënësa në klasë, a 4 nxënësa për para në konë, 30. Ta është i s'ka veç,
4 nxënës, 5 nxënësa, as s'ja vlen as arsimtarët me punu këtu. S'ki. Jo, ata ma qef kanë me 3-4 nxënëse, ju shkanë Jo, ata mirë, rrugën e morën. po shteti nuk ka llogarimi pagu gjithë ata arsimtarë për 3 nxënësa. 4 nxënësa kur jam konu në moshën teme, na kon klasë. 35, 40, s'kishëm ku mu ullë. Tash ti s'ka. 250 shtëpi ka pas fshati këtu. Tash s'ka kërgjë hiq as. Sa shtëpi mundën me kon brenda fshatit tash? Se kun këshyrë bashkësaksisht aty se di. Parafërsisht. Parafërsisht një 200 po. Po. Përpara ka pas shumë. Që janë të banume, apo? Që tasha? Po, sa Jo, të banume? më të banume si janë as 50, 60, nuk janë një shpërngull kejt, janë shku jashtë Të thot 5 Prishtinë, Gilan. Të thot 50 deri në 60 familje mundën me kon. Po, që aty pari s'mund ma tepër me pas. Shka janë banushme, shka banushme. Që janë banor që Sa i lëvizin. shpia ka plot, po Po. s'ka njerëz. Me dry. Po, me dry. Ose edhe nëse janë 1-2 pleq, moshe vjetër. Po, rini s'ka. S'ka ka necë. Anini me gjithë Çfarë banorët. qysh jo ke një. Tani për të kallëzoj kush jam. Ta jap intervistën të mirë, jo të keqe, që ja. One e ka. A pi kallëzon kush jam? A kemi në një? Apo kallëzoj bre se s'po m'jaf ka bre problem na qite. Unë mendova që të shka. Dëgjam, jo, une e kam emisionin që i vizitoj kritë fshatrat ose katunet në Kosovë, ju njerëzën e për shpia. Aha. Në është të karora se shme po në Jo. i vjetë ndoshta dhe jo, Se kum po, s'po e di. Se kum po. E nin ma vonë, kush jam. Ai, sa problem. Që ka thonë për njën, e nin ma vonë. Jo, more, sa problem. Hajgorën. Unë e kum kalu kohën. S'ka Po, nevojë. unë ju kuptova se në qëfar forme me ma jop intervistën për gjigjet, unë ju Po. kuptova shumë mirë, po kem qeve bo pak hajgore. Jo, kjo. Isha duke ju pyet a njini me gjithë banorët e fshatit. Po, be, na Si janë tërmak raportet? thirrëm krejt me një mbjemën, krejt katun. Krejt. Krejt fshati. A jeni vendali? Po. Nuk jeni Tu, të ardhëm. as një nuk është i ardhën këtu. Veç një mbjemën, dërmak. Krejt jena dërmak. Një vëlla. Do më thonë na thirrmi ndarsman, deka, krejt. Mu martus Ja, mu s'moni me martu, vis, ja. Vetë se jeni një Ja, mbjemër. një mbjemën, Po. jena. Një vëlla. Një vëlla. Krejt. Krejt katundi. Krejt që kjo është logja dërmoku, apo? E logja poshtë? Aja është Shqipashnica e ullt. E ullë, po. Po. Cila jeni Atje- më e modhe? Na bre, Ju jeni ma shumë se atje, Ju jeni ma atje të ka mirë, pas po, të shki ka pasën, ta na janë arë pi gjitha fshat, në pi ka mosit aty jënë një radhë njerëzit e kanë gjetë ma mirë. Po. Ate na jo, këtu s'ka drejtë se lejojnë me ardhë. Se jena një vla, na kena qef vetë. Që të rëmbjemen këtu s'ka veç dërma. S'do një përzirja, Ja, dojnë përzirje, po, ashtu ka metë. po të po mbjemër tjetër dytë nuk dëni S'ka. me pas. S'ka që ashtu. O, pani dhe veç Ajt që keni me na, konë. na dhe në Prishtinë e Ngilan kena dërmak. Pa ju shpërngull, pi këtu ka shku atje. A i vjen apet këtu, mund me ardhë në penzike. Për çka njihen banorët e fshatit? Shqipashnica? Për shka njihen. Për çka njihen? Për shembull, me thonë jëm kon Shqipashnic. Po, fshati, këtu me bujqësi, kur gjë tjetër s'ka. S'ka tjetër, kur gjë s'ka. A ka familje që mbohet vetëm nga punimi i tokave? Po. Që të 3 shpijet që apshe, atje në tonë. Po? Të Kanë. ishe do koshirit blidve, ha? Po, Po, për çato e ke po, fjalën. që atje e shpijat kënene që të 3 atë. Po. Që tu e kanë edhe një ferme, i kanë 30 lopë, 80 dhi, copa dhi. Janë 3-4 vllazër. Aty jetojnë. Ata miren me bujqësi shumë. Ta tjerë një heq, i kanë hek njerëzit, shumë s'ka shumë pak. Qa me ndonë, a ka lavërdi me u marë sot me bujqësi? Me bujqësi ka, po s'ki punëtor. Me marë punëtor. Sa një- fuqia, po. Po, fuqia një njeri punëtore. ti, shka e në metën kejtë moshe e vjetër, ti qësh mund vetë me punu tokën një njeri, s'mon. As mi mojt aty 70 fryma. Pas mund mi majtë që shirun, ato duhet mirujtë, duhet mi qitë, duhet bu Jo kujtesë. mi gjëna me po. to, bash, Ka. feks. Ata që i marin, ata që i majnë, ata kanë punëtorë dhe i majnë. Jo, apo punon e diçka? Ja, Ka në shpia? tërpara kom punu mjeshtër, shpia kom maru, tash Punën, djemë të një në Zvicre, kom një në Gjermani që kishka. po. Që tash ka me shku më zverami. Prap keni me shku, a? Aj, shka me Aj, fjali. aha. Po. Ndova se keni me shku ju për gjithë. Jo,
Tha, një në Zvicër, një në Gjermani, thash. Ani se Që keni kene punu kom ju. në Gjermani, qështu. Keni punu mjaftueshëm Ata tash po pak. thojnë, rriti pusho, bab, tash jem penzi. Po, Po, se nuk më duke që je për Ha? penzion. Nuk më qysho, duke. Më duke ma jemi. 68 vjeti kom. Apo ndoshta ajri këtu juve po ju mbon ashtu fet, ashtu pak matri. Jo, unë për veti që kom punu në ndërtimtaria, mo, shumë kështu, faleminderes për Zotit mirë, Se ati keni shëndet. problema, Ja, s'ke shumë mo mirë. zëtë Allah shumë mirë. Po, shumë. E qëfar punë kom bo tronë, po. E kem parasysh se çfarë pune është. Po, Por që unë ju dëshiroj shëndet, ishte të mirë, faleminderit edhe për shumë punë. faleminderes. Ishte Ditën shumë e mirë. Faleminderit shumë. Aj, Sa njerëz ditën e të mirë jeni, a e dini sa... Unë do ati që për asfaltin për fotografoni, Po, e kanë shtru, nuk është i mirë. E kanë shtru, pak plikt. Plikt e kanë. Jo, materiale plikt e kanë shtru. O krisa, po, E krejt. deshte me dhënë një intervista? Jes, deshta, mo, A, ja, o është kri, me këshira? është me këshira. Ti mendova që jeni qasi... Jo koptoj. Faleminderit shumë për juve, jeni shumë të mirë. A e dini se jeni shumë të mirë? Mu më keni prit shumë mirë sot. Jo lumt. Tash Dorontina çdo ditë në Kamenic, gjithandej. Unë e vi nga Istogu. Nga Istogu. Po. Një, Zoti ju dhosh bereqet. faleminderes. Ishte shumë. Hajde edhe një herë. Kalofshi Për një mirë. me, treta Ditën e vërteta. mirë. Mos më shen. Ditën e mirë, kalofshi mirë. Faleminderit, respekt. Mirë pafshim. Sa bukur, e ke kap krejt këtu po? I ke kap, ka jemi ardhë. Shumë mirë. Njerëzit sa të mirë që janë, o zët. Në fakt, strukturën fshati e ka sikur me qenë qytez. Ashtu ma jep ndjesin. Nga struktura, nga rrugë, rrugicat, sa bukur. Edhe një tjetër shtëpi e bukur, pra një fshat me përplot shtëpit e bukura, si që dhe jeni tu i pa, a ishte ky marketi, prit se pasqyrja me i pasqyrja, kush është me e bukur, kollam qërmi flakt. Era, si gjel, po mi qenë shishkat për pjetë, balukët. Sa shtëpi e bukur kjo. E përveç kësaj e ka shtru edhe me gur këtë pjesën. Shumë më pëlqen këtë punimet të kështë me gur që janë. Kam jam ojtë, kam jam sy. Hopur. A është edhe ndej një tjetër rrugit. A të vi pak? Wow. Fermen edhe hajde, nuk e ka problem. O, kush nuk kom del. Përshëndetje. Si jeni? Ajni mirë. Je mirë apo lodhe? Pak, jo si jeni? Ajni mirë, si jeni Dorontina? Ajni mirë, ajni lodhë. Qysh po kaloni? Me punë? Në mirë. Apo bëhet puna hiç? Ka pak. A të vjen e krejt, se dyqysh pak si... Që është të dyqysh? Ordane unë diqa po tani? Ti shërbjune. Qysh po kaloni në fshatin Shqipashnic? Po mirë është. Shqipashnic. Fshati është i bukur shumë, po. Po kam vetë. Kam vetë Pa njerëz, a? Pa njerëz. Pse ashtu? Kanë qepë shehër. Aha. E tashme se e keni marketi është ti? Jam. Po. Apo bëhet puna me që edhe ka ro numri banorëve? Po, Pak, diçka me bereqet, a? Ka Sa pak. me thonë, po, sa me thonë që keni diçka. Qashtu. E me dosht me jetu në fshat, a mundesh me punu, me u merë me diçka, me hop në i biznes, a diçka, mundesh brenda fshatit? Ashtë mundësia? Ka mundësi me kafsh, me qështu. Po. Aha, bujtësi blektori, Po, po. qashtu. A ka prej familjeve që ka biznes të vetin këtë në fshat? A ka nëjë familje që ka nëjë biznes të vetin? Për shkak ndërtimit, firma ndërtimit, ose diçka. Po, kanë. Kanë. Kanë që kejtë. Kanë kejtë. Këtu janë të ashtu edhe kejtë në për gilanta në puna. Se këtu punë s'kanë. Po.
A ndoshta ka qenë arsyeja pse është braktisë fshati për shkak të kthimit gjatë. Për çata. Edhe njerëzit dikur lodhen, Qashtë. edhe detyrohen me lënë fshatin se për ndryshe fshati është shumë i bukur. Fshati është i bukur, e ka lumin për mes, shumë është mira ma. Në cilën pjesë është lumi? Lumi është tani në Këtë poshtë. poshta, a e kemi shumë larg? A poshtë xhamis apo? Ja. Ha? Se po besoj, na kena me shku krit fshatin, po që na ikon mundet me na ik në i pjesë. Te ke shitoria kur të një poshtë, mundi me shku te lumin ato. Të këne i poshtë me shku, apo? Po, qështu te poshtë, te shitoria, këtë është rrugës në aton, është taman është, atë është. Po. Nashti po besoj e takoj edhe dikën edhe e pyet edhe një herë kështë për siguri. Numrin e banorëve, dini më tregu sa është momentalisht ajo, ose po ja jap fjalën I pjati na banorit. Hajde edhe këtë. Unë e grupi e jetën ma mirë. 300 shtëpi, më është 100 shtëpi janë pa banim. Janë shpërngur Janë me po dry. edhe jashtë shumica, po edhe jashtë qytet, edhe i kanë shku në për qytete. E momentalisht, ajo 150 shtëpi me banim. Me një fjalë, 3 shtëpia janë pa gjën, një me gjën. Qashtu. Edhe ata që kena mjet, 2 vetë, 3 vetë, Ma shëmoshat shtyme, rinijave që ka rinia i. ka iken të poshtë, qështu. E si është me jetu, pa kosherin jetë. Si një mësu dikur. Mirë është me jetu, po puna që kena me pakic, A sa ju mungojnë kosherit, se ju Po, ishet ja, na mungojnë vetëm një shumë. mbi emër ishet. kena një familje jena, familje një familje jena, qëmon, po mjenë, për një njerit, që thonë, një vlo edhe një mbi emër. këtë një gjak jena, një familje dërmak jena, jena një fes, një familje, e qështu. Kushërin tani ndohen me mahal, na jena përshamë Musovit, i thojna, dola Musovit, Beqovit, Pse më sovet beqovit? se qashtu, që shënda familjet. Se zakonisht... Na, Musa, përshamë e ka pas, Musa, jam një, Po e qartë. stërgjyshiona, që mi bja se unë jam i, Po, se mati kjo, ka tu një zi për cilë e vetash, kuptova. Beqovice, Regjepovice, Po, e se marë zakonisht- që hima vete që shtu Po, në për fshatra më karo për shamull dërmakt, gasht e kështu, e nuk e mendova e tash Dërmak jena komplet na, jena një Po, familje. je, unë e Ama kuptova tani jena këto. ndonë ma hal, ma me hal. emrat gjyshërve, Po, stërgjyshërve, të parve të juve një Ama na jena një mbi emën për shembull, Po, këtë dërmak. Kaj dërmakt. Veç këtu një familje Regjepi e ka marrë në emën babgjyshit e thirët Regjepi mbi emnin. Po, për ndryshe i Okej, një po. dërmakur. Si fillon një ditë brenda fshatit? Po Qa fillon punoni, qa bëni, me qka unë mirëni? njëna me bujësi valla, me Shumë mirë. Ko kam është do punë e kopshte i vështirë? kam, kopshtet i kam. A i ke përgadit? Po, A ke mbjell po diçka? kam diçka, i kam serat, që ke shtëpia jam ashtu. Hajde sa po... A, po dalim të shumë. A jeni Ndoni, larg? po nuk kam shumë qatë. S'ki kur gjasa me nga tregua? Jo, kam pak, adin Po me ndjell. një halasin Po ani si si bija, ani ato si si keni mbjell. qef, hajde shkojmë, s'ka. Hajde. A ju përshëndes? Hajde. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për punë. Ramazan. Po, Ramazan kim. Faleminderit shumë, Zoti ju dhash bereqet. Çdo të mirë. Miru pofshim. Po, inshallah Zoti ja u pranon. Çdo të mirë. Ata mbyllë dirën? Mos po të me blina i qka? A kjo është shtëpia juve, a? Shumë më pëlqej, valla. Edhe e thash, sa bukur. Shumë njerëz pedonta, që krejt me vi, krejt i keni bo me metër. Po, shumë e bo me mu. Veç pretëm se mike, ani nuk në dëgjot zoni. Që edhe drut, a i keni palu me metër drut. Ja, Një ikna i Qashtë jo. një metër jam. Shumë mirë. Qa ki plan me mbjell? To, po mjell speca. Speca, domate. Domate kreta i kom. Udra, Po, më nëjse ato i kom mjell të një kopsh më poshtë. a i kjede në i pjesë tjetër, Po, torës. e kom marrë këtu, ama këtu serat i kom... Këtu i ki për salatat shpejta gruja kur da me Qashtë, bo diçka, Po, që mos me bërti derisa të shkën të nërë atje, ja ke mill këtë në dirë po dhe shpis. mjell, Apo? se nuk ka koha momentalisht. Këtu i kom serat, mirë në pi 96-ës. Nga ju qka unë e po shoh, ju me këto punime edhe i shqetni.
mirë. Se nuk jam vetëm për nevoja familjare, se është një pjesë bukur e madhe. Kjo nuk është e U përgatitur. kry. Ka të më thush ty në hi, unë nuk preku pa më thonë. Po, mashallah, pas ka shumë. Ka 3 copa, por që jenë të mëdhoja. Lulli lokrat? Lokna, A jenë lulli lokra, a jenë lokra? Jo, lokna, se s'për shash. lokna i kam një dhe plaki, veç pak me që e kam... Mirë. Me qitë një pite me lokna, për iftar, lokna të verdha. Ku me më rrimë me qitë pite në përkatune, të hongër makarona që të shpejt. Unë ofër iftarën në përkatune të full. Hajde, o sa mirë sa nëzëtë sincere mo. Sa bukur. Momentalisht, Qa se po unë jam marrë pinë 96-ës, i parë jam këtu, këtë rrethin, këtu komunë, Po. që të parëna, por që është janë shpengull Marsia, katuni shpengull e jam t'ju marrë me pak, adin, me pak, shumë pak. E ke ullë dozën, E sasi. kom ullë dozën. Po. E ma shumë, për shembull sash mja dhe kastravjeca të vogël me shit, edhe mja dhe speca të ajvarit, ama në fusha i kam atje, poshtë i kam lartë, Po ishin një Po, bukur të madhe. dhetari i kam atje, edhe këtu serat i kam gati dhetari sera. Ja, po ka lavërdi? Po ka një rrogun. Që më hanë sas me shku dikun, për para kom pas laverdi shumë, se i kom bo dhejnë 30.000 fidane, 30.000 qifte që shpithojnë të na i thojnë, e që ta shkaj dhejnë 5.000, se s'kena mjetë gjënë. Po të bo, qysh Ka është po. interesimin, E ma shumë kërkesën? jam këthujen prodhim, tani po duhet të nes me lirate, mi pregadicës që shtu, ty punu jashtë, po duhet me... Por që ki pun mjaftu shumë, ki shumë qka për me bo. Pas ke pun boll, që me bërë qëtë. Që kjo saj është, a? Po shazët e se qëtash ma ka sill pak Ramazani. Ja po në dzehna, se jemi mërdhisa dhe këtë në sera, oj, kini parasysh shoknoqa, si kur t'ullë është të shpërit. Hajde që se s'pën të gjosh. Kërejt me vet i kom pa ndimin e kërkuna komunës. Me mjetë e vet anoke, qata kam rri vet. Afer një gati 15.000 euro më kanë kushtuar këtu kopshtet vetë që i kom A asyri. ishin në fillimet e para, hapat e parë të vështirë? Po të shtirën, po. E kur i hinë e kësaj punë, qka the me vetën? Po kësa i punës që dhoni kom hijen, Gradualisht në të shta? baba me të pa mësus e kom pas, me të pa rogë, qashtu, me një fjallë nona në diq, më kalon të rina kalon, e pa tjetër, U tash di kam ja po, mojt. me amajt e pi 96-ës, unë e mirë në veç me këtu. Që sa pi bjenë, që 30 vjetë gati, se unë e 50 vjetë i kam, a më do këna pakiria, 50 vjetë i kam. 96 i bjen 30 vjetë, ashtë të ditë. Që 30 vjetë, që 30 vjetë mirë në me këtu. Pas ke ballë vite punë, por që e din se e kita më punë halal. Po, Edhe fleni qitë. po, i qitë, ja qitë, se unë punë të jam, që thonë asëm, Po qa ke e me punu për dikëm? gaz janë vetë, Gaz vet, dash del punë, dash del. ullë në, Po. dalë, po. Qanës s'kom drejt mullë, se me po me po shefe, u kry mua beti. Po bojmë hajgore. Hajde po dollëm, inshallah kime pasë një verdë bereqetshme, Po mendoj se jam t'ju pregaditu, inshallah. Po qenë këtu brenda sirës, pa u bo diçka, po, është po, e pa mundër. Edhe për punëtorin gjithë ka punë, edhe nuk e harrën zoti. Ai që qështu, mundohet. plaki më nejse më ka plaki, edhe aju konë më ka një mu dhe ishtash, 83 vjetë, Mashallah. me Sa shoqën, po t'bjen edhe qiken me e shoqën, kom- a veç vetë. jam një mon edhe shoqë. Sa je ishe edhe në market aty. Djalin punon Gilan, Shumë mirë. qika në Prishtinë, une me shoqën qështu. Ta në të mirat e zotit vetë 3 qenkeni. E këtu në alma që të trudhë, më i kom mjedh do farë mjedra i thojnë, po atu s'frikë kom mjedh, po du me Nuk jem provu qka me edhe me pona, atu, shte? po. Unë është me në thirë kur të pjeken, mi kërku. Nëse të bje nërmen për neve, na i konë qimë Që gjatë. një 2 lopi moj, i të kafë që i dhe në lopë. Shumë mirë, s'ka dertë. Këtë emisionin e kam në E përkatune. di se të kom po, I kom thuj, po. Të kom po në YouTube të kom për cilë. Faleminderit. I thu lope, unë e herë i thëm katun, e herë fshat e dertë i madhë. Njëjt i bjen. Qështu i moj, ka di, Shumë mirë. i moj veç për Sa të mira. Për hobi, për qef. hobi që i thonë për qef.
pak në tonë, pak i tonë, edhe qështu. Pse mos mi pas produktet e ty, ne mi pas ta më. Jo lumë. Gjithë shka perfekt, gjithë shka mirë, familje punëtore. Që kështë i thonë, krejt me punë që tu jam rrijen. Pa punus nuk bon. Nuk bon se Ja, valla. krejt që kjo me shpi, që thonë, nej se shpijen pak vlavin e kam në Austri, që thonë, nuk ka një mu pak. Atjerat krejt me qësin punë, me punë, me mundi me shkëmjohë. Por që shtëpia jote ja kish jep një ngjyrë fshatit. Unë kështu ka erë dhe e komentova se më pëlqej. Mendova që është e mërgjimtari. Edhe a diçka më tha një ditë babi jem, tha, pse tha veç kur po shë shtëpia të mira po thuaj mërgjimtar, tha dhe na këtu punojme, bojme, shtëpia të mira, kështu që jo me paragjyku. Se cili shtëpi më të mirë se tjetër. Po, ja, mirë, tash. Po se ti pse e kesh atë bindjen, atë mendimin që jo me dry. Unë e për atë thëm. Këtu po e përfundojmë, faleminderit shumë, juve ishte po, shumë kënaqësi. Me gjithë shef edhe mrenda, kafe, krejta, Sot është bërë qep. na kish një Ramazan ashta për ata më s'mi ngushtoj. Po, unë po mbet shumë e rak që jem kone për këto fshatra gjatë Ramazanit. Ka që shumë ftesa kom pos, edhe njerëzit jenë ko shumë të mirë. Po mjet pak më rak që jemi ko me Ramazan, po shna, shati vesh. Po. Faleminderit shumë Dini inderum. kënej, apo dini në tonë. Nuk ka problem, s'po... Ha? Vesh Veç mos të hupëm në ikon, se idenë s'pja këm që fshatër. kjo rrugë qëtë dejnë Te lumja, në qëtë. Anë Qëtë qender. për qender të Shqipashnjit të shkonin të Katunit. Se unë po besoj kum ka pjesë ma kryesore të fshatit ashtu edhe për munduar. Edhe gjën me pas, sepse këti punu, këti s'problem më bëhe me gjën me pas. Po, bre, veç na një që punon ka shtëpia që Shko me bojt, shok. na qështu shakina me da qështu. Apo dolëm këne, apo dolëm ka ishëm. Ani, pra ditën e mirë, e Faleminderit kalofshi shumë, mirë. çdo të mirë, respekt, punë të mbar. Mirë pofshim. Po sa njerëz të mirë që janë more. Po mu ka kënaqë zemra sot këtu në Kamenic. Nëse mu kënaqet zemra në çdo fshat. Shëndetje juve, si jeni? Ajni mirë? A mundem ja bo 2 pyetje para kamerës për fshatin? Si jeni ndërum, Dorontina? Silveri, Vjen mirë. Mirë jeni? mirë jem, Qysh po kalon në fshat? shumë mirë. Kja shumë mirë. Qa në kupton? I keni gjitha brenda fshatit? Besoj që gjithat, jo pas gjithat, Të mirë të s'ka skej? mira s'kan s'kaj. E vërtit. Qysh po jetoni? Qa po boni? Qa po pononi? Me qa po mirë një kështë në përgjithësi? Po, në përgjithësi, për pare mi marrë me bujësi e kemi lonë, gjithë, Se e latë. E tash? Qa po pononi? ta është po mirë me ndërtetari, Biznese, biznese private. private. Po, ama mirë, atëherë asat. Ta është, Tash, ta është. pse? është ma e lecume apo? Ma e lecume, Në çfarë aspekti është ma e në lecume? gjitha aspektet. Në gjitha aspektet. Punoj në rinia, ai që do me punu, ka ku të punoj. Ai që s'do me punu, flejnë. Ama nuk ka, nuk ka, që me thonë, pritina asgjo. Po, to flajt kërkosh të mund të Ja. fitu sen. Sen. Po, me banorët njini me gjithë raportet e Me keni gjithë, shumë të kemi mira. raportet e mira, Shumë dëgjova. Edhe ishit shumë njerëz mikrica, shumë njerëz të mirë, më keni lënë shumë. quhemi Kejt Dermaku, Jeni nga një vlla. nga një vlla. Po, e kam Kështu ishte, kuptu. kështu që Ndo një veçori tjetër që s'ma kanë thonë, që kanë harru, më të tregu. s'po di çka, Po kujtohen, a? s'po më kujtohen. Emrin e fshatit a e din më të tregu nga rrjedh historiku i emrit? Nëse dini, nëse ju, e kalojmë edhe këtë pyetje. Emri i fshatit. Shqipashnic. Shqipashnis më doket ka qishta, nuk e di as vetë. Doket ka qisht, se nuk e di as vetë. Po, nuk e din sakt. Nuk e di rregull, bash sakt. E din mirë Po. se din kur gjë kërkuj. Po. Fshati ka një peizazh, një natyrë shumë të bukur. Të mirë. Sa keni arritë me shfrytzu për të mirë këtë natyrë që ja u ka falë Zoti. Nuk kemi mujtë gjithat. Se?
para ka qenë pak ma ndryshe, tash ma ndryshe koha, edhe besoj që në të ardhmen kjo rini dhe ta shfrytëzoj për të mirë. Po kthehemi edhe një herë tek largimi, emigrimi i banorëve, gjithandej në këtë fshat, gjatë cilat viteve mas shumti kanë emigru? Pas luftës po e di, po cilat vite mas shumti? Gjitha kohët. Jo pi para luftës, gjithmonë ka pas emigrim ka pas edhe baba jam, ka shku me punu në Gjermani. Po kanë shku kajtë prizorit, Po, ndoshta keni- nuk kanë shku pi qefit. Normalisht, nuk Po. e qesëm diskutim ato, por që ndoshta ka ndolë kështu gradualisht. Një vit një familje, mandej vitin tjetër një familje, jo gjithë për një herë. Emigrimin, që me thonën, nuk është emigrimi tash që s'ka ku me punu, po që me thonë se cili shkon për një jetë ma të mirë. Halo ma të mirë. Hala ma të mirë, se të mirat i kemi. E vërtet, kur ma mirë s'kemi pas. Kur ma mirë se mi kom vetëm ai që thot, që me thonë nuk ka, po ka. Qa Ja, që do me jeta- punu, jeta është e mirë, për Pak gjithë. shumë mirë se sot është jetesa pak më e lehtësume, i ki mënyrat, është ai gjon të as i gjon, atë është punë e jotja. Qashtu Po është. që Që jeta do me është ma punu, ndryshe. ka ku punon. Po ai që s'do me punu, ai demel, ai S'ka punë për të. s'ka pun për ta. Edhe për fund, ju me çka mirëni që punoni? Unë mirë me ndërtimtari, Po, e keni po, firmën e juve apo punoni jo, të dikush? punojmë kështu të dikush, nga një shkoj edhe unë, ku e përmende, për emigrim, po nuk shkoj për emigrim, shkoj punoj edhe unë, ka Gjermania, Shfrytëzën ai ditë, po. shfrytëzoj që të 3 mujorshin, Shumë mirë. po, Bëhet shumë ka ku qefi. punoj, atje edhe kështu që Shumë mirë. jetojmë edhe na, diqysh ja dalmi, nuk është keq. Sa të punon gjithmonë kime pas. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi, Edhe faleminderit për për juve. punën. Faleminderit edhe për juve. Respekt. Çdo të mirë. Shefja dyrë të u burrit me Shqiponje. Ma ka njop këtë lengon për iftar, nuk më kanë lëshu thot, kështu mu teken, hajt tash diçka pa marrë, s'po i bëj reklam të shti në gjep që të, tash më shkënjon një gjep kështu, s'ka tërë. Puna më barë! Gjallë dhe pak. Jo? Si jeni? Si jeni? Ajni mirë? Apo lodhi? A mund të vesh mi përshëndet 2 minuta dhe po ikom? Përshëndetje, si jeni? E zoja shpis të psin e pas ka ndorë për baklov. Të i bo? A nuk o pje kalo? Ja, pje golla. Për një me apo, unë këkë më Ramazan. A ju ka dole mirë? Fantastik. Po në sheu, nësë me zalin e mirë në qej marë qetre. Po thua. A vetë të kështë resitush. Po thua. Hinë me. S'ma qëtë, ja pa lide. Ja, shërbetin s'ja ka qitë. Që ka si qërbetin e? Ja, lo. Ja, pa shërbet. Ani një co paravane anë. Si t'je shemar. Jo, jo me Ramazan. Po ani e pshet me vete e merë. E, me pështel me vete ashtë të bënë. Shumë mirë, hinë. Hinë. Hinë vetë, hinë së në shpitone. A e keni salonin që aty ku e keni pos? Kurim kona tërë? Në shpitre sekundë. Në shpejt 3 sekundë. Dite mu gjinë, në shpejt si dritës ta kopi. Çorapat e bordha i kumoth, klome, kështu që... Fja të ponin. Që ka e menusja? Shokria! Përshëndetje, një co baklava, diçka më ka thonë me maqit. Ale, është të fshi dut. A i Se të lakë, a i një lodh. Po sa njerëz, ej, ju ishit... Hë, qa me hinë? Po ti vish plako, edhe vlave, s'pishet sa jeq. Far njerëz, që Shqyqyr që i ka Kosova këtë njerëz. Përshëndetje, do një mësafir? Hajde po jene. Si jeni? A je mirë, Osmani si jeni? Si je, a je mirë? Agje, qështë Me shëndet? Mirë, por kalojmë. Shqyqyr zote. Si plesht mu. Shumë mirë, Ja. jak pedant. Po shame Po të reka nusja goti, nusja djallit. Areja, po alemenea shumë.
Se jo pak, po shumë. Shumë plak pedant, Ja. po ma kujtën gjyshën tema ju konë të shtryhe kuras të i lome. Po, valla. Rani, kajtë jeni ju. Unë jam nga Istogu. Ka i steogu, larë kokni. Larg, valla, larg, po qa me bo? Qish po kaloni, qa po boni, qa po bini? Mirë. Apo mundesh me do në ikon? Ja, që të pona të Ka u shpja bori, jeme. po, Na po, para po. borë, se qëtër sen jo. Vesh na para borë, qëtër konsum Po, po shkoj. se ju kur të bëni një mush, pritani edhe medal, zdeni medal heq. Vesh Vesh në përëbër, sa ma nga të qashtu a shpis. koha. Koha na vjen qashtu. Sa vjeti bone? Una, sa po thuj, Një 85. ja, 82, Po, që ta shi ja, bëj. qa. I bëfsh 100. Ja, inshallah, jo, bese, Se, pi mërzitet në... ju, mi qëfar Ja, mërzë, pishini. jo, ko ke plak jurës, po falë që s'po bëj që zo. Ja, A, me kom pak ma i vështirë, valloj, bunësh mu bo, mi mërzit. Pas do në kërkosh të në? Ju, valloj, do të më boj meqëm, Duhet mos më boj vështirë. Ja, si cili duhet me ditë atë argronin e vetë. Ska. Ashtu, e faleminер i gjallit, e pirejes, mas shumë ti. Valloj, nusën e pas këtë shpot. Ja, është faleminер që qështu rri bukën ma bjen që të ha, a me heci, edhe qona e kejtë. Amo, Po do të me pas një kujdes, dikën do të me pas, a fërvetis. ja, faleminer, shumë Shumë mirë. faleminер. Shqyqyr që e keni këtë re, edhe djemt. E sot jemi pote? 3. Tre, E vojza? e dy. Martu Një me. ka djek 3. Edhe ato janë shqyqyr mirë. Se njën Afriku shku të burri që 2 vjetë gati pivan. Qështu. Keme madhja është ka një gjallë. Qështu. Sa si të një gjallë, sa interesant i të një sa lezetshëm. Gjalli, apo gjalli gjepi, a i të një gjepi djepit. Po, E keni të formin shumë të lezetshme. këti kemi pasën qështu. Për para. Stog. Po, nga i stogën. Une po të përshëndes, zoti do shëndet. Faleminderit shumë për juve, veç ku më doni ju po pa. Faleminderit shumë sa me ditë ku është e fshati jonë, dërmakur Shaban. Po, Sa i këfjell që është, ju lumt. do të më ditë vendi ku je konë. Do të me mbet dikon, mu shenu, mu shkru dikon. Po qashtu Se që ka duhet. me mbet fshati tash të gjithmonë. Pamje që i kemi marrë, gjirimi që i kemi bo. Sa? Jo se posh, hajde. Ja vallaj po mjetë marak se si jem. Hajde. Jo po në me sy, unë me sy. Tani prishet gruja ngri. O sy të kalte nuk bim sysh. Kështu, thot gruja, mëre, amo, qeft njëjtë ka këtë si motër e vllaf. Në ka Asha shku zoti me zotën, po sa me mirë. gjithë. Dët pozitiva, unë e vesh me njerëz pozitiva, kom qef me nejtë. Mashallah, e hongshit me të shnush. Si kush mas bajram, me të vjene këtë. Vallaj po mjetë marat për bajram me orë, me Vallaj, nejtë. gjishtat në të Po s'ka me kanë me orë. Faleminderit shumë, po përshëndetim me juve. Faleminderit. Lumshin durt. E Faleminderit. kishe shkri baklavan. Ditën e mirë. Shefën e meqtë mi, mini market të dori. Nuk e di, a kalon gjo pa shti kë njëri, kë nësën këtë. Faleminderit shumë, ishit. Unë nuk e di, a e dini ju se sa njerëz të mirë ishit. Kom po, e kom taku gjithandej, po vërtet më keni shtongë. Të na është pritja ndryshe. Si dhe që na tonë nuk mëj me tonë, se janë Po. pak ma ndryshe. Ma ndryshe. Komuna jonë, Shqipashnica është një vlla, kete kemi qëtë. E parkon kjerën bile S'ka të kush pse po. As nuk e prek leqel, kërkushi se prek, keq. Kam, Është e pa bërtu. Hajde Ka shumë tjerët jashtë katunit tonë. Ja kanë marrë në ato falë. mis po du para kamerës, Pak në është Ja. djekt, po. veç shefeni,
se sa e shishme që duket me zis po pres një iftar me bitis. Është vof mirë. Faleminderit Të shumë. dëve edhe ty edhe ty. Edhe, ja, këti se kam nërmem një, duja Ja, që s'e burri zban. temte. Ja, s'ban. Ani, burri tanë, të donë, se dy pjesë i ti. Po, bëj Njone në hajgore. ato, njone në ato. Unë edhe çdo ki. herë i ndoj Ata bini kese. bashkë. Jo, shumë mirë është çto, a? A po, valla një kese se e pasna dhe pak rëktem. Ha? Faleminderit shumë, faleminderit çdo të mirë, ishte shumë kënaqësi. Unë nuk e di se apo di me usill mirë si jo me mu. Ja, unë për veti, jo veç me ty, po ku të shkoj unë e kam qatë sjallme. Ku të shkoj, edhe në Perizaj shkoj, hina për veç shërbime na knaqëm. Po vallaj, e bëj hajgare, po qysh, po ti das, unë e bëj hajgare pëse ti zban mu së më interesant. Fiks, edhe ne bëj hajgaren për Po si veti. më si qelë ti me i si uri, si dreqa, ja, aja zvlen. Ju lumt Aja zvlen, për këtu, për respektin që e keni. edhe fëmija i kam qashtu, që i vogli është me top që po lumë. Denizi është i jemi, na lëlerist. Ashtu. Hajgare, banë, veç të qështoj me në rejnë kam janis me kesh. Faleminderit Veç më shumë. sene. Mirë pofshim. Gjithë të mirë. Faleminderit shumë. Me të mira, respekt edhe për juve. Zdo në koment. Këto janë familja tipike shqiptare që unë gjatë gjithë kohës i përmendi, i flas këto pra janë. O nuk e keni din, o s'di bre ma mirë s'po foli heq, se sa jemi knaq, se sa njerëz të mirë. Zatëruna, ekstrem njerëz të mirë. Më kanë hamend, s'po komentoj ma shumë, mos të bëj bajat, hajde po shkojmë po e qesëm një loj me fëmijët e lagjes. Gjuma topin! Gjuma topin! Cili është e dini, e zeni, cili është, shqipat emrin? A ka qëtu e den, e zen? A? E tash miqtë e mi, në një pjesë tjetër të fshatit jam të e pa një lapidar ku shkruan dëshmorët e fshatit Shqipashnic të cilët u flijuan për lirin e atë dheut. Pra, janë dëshmorët e fshatit viti... Përshëndetje! Si jeni ajni mirë? Ajni lodh? A dini me më tregu për këta dëshmorë diçka? A dini me më tregu për këtë pjesën e lapidarit? Si jeni? Shëpatem Dërëntina. Dërëntina. Dërëntina, hajmi. Si e? Faleminderit. E polosh? Jo, po si kaloni? jeni? Mirë, Shumë mirë, po kaloj më knaqem. O, shuta. Jo? Shko të dhe sermonin. Oj, Jo, isha duke ju pyet vetëm për këta dëshmort. Po, Sa për kenë, dëshmort, sa ishin? 3, 4, sa? po, 4. po. Janë dëshmort nga ky fshat, apo? Po, nga fshati Shqipashnis. Po, Te. cilat viteve kanë ra? Se nuk Po, arrita me ka lexuesi ju ra- përshëndeta. Ate që ka se, A janë gjatë luftës? këta janë Gjon Sereqi. Gjatë Serish është në Ferizaj. Po, po kemë këtu Gjon Sereqin, edhe Recep Darmakun, 1948 në kanë po shkatu në Gilan atje. Asil, edhe kë Sadri Mesimi, Darmaku, edhe kë ka qenë i burgosur në politikë. Ky Leri Don Darmaku është ky dëshmor ka rënë në Maqedoni. Ky 2004, të? Po, ashtu. Se prej largët, po disa po arrim me po mirë vitin.
E tash një pyetje shkurt për këtë shtëpinë sipër që është sipër këtij Shkom lapitori. atje nga se si u bilet edhe unë. Jo, veç nëse ti më tregu këtë shkurt, çka ka aty edhe s'po shkoj. Aty është, domethënë, Librari e pas këtë. po, librari është, librari. libraria është edhe kemi këtë sene Të vjetra e ndoshta të historisë, po. Kemi atë mollinin me dorë, me sjellë, kemi Aha, shumë. për dyra? Po, gjenezën e fshatit e kemi Dërmako, kupton? Po, më kanë tregu banorët, jeni gjithë Dërmako. Dëshmorët e fshatit që sipas të vepër. Këta janë të vitit 1912. 12, po. Hasan Dërmaku. Po. Hasan Jasha Dërmaku, baba Por që, i babas tem. por që janë të periudhave të ndryshme kohore. Po, Dëshmor që kanë kontribu për vendin. Lavdi gjithve, nga kjo pjesë po ju përshëndes edhe juve. Faleminderit shumë për kohën. Shumë faleminderit. Unë të përcjell shumë herë për fshata, kupton? Kur shkon E në këtë pjesën ku ndodhemi miqtë e mi, shefeni, e gjithë pjesa është e boshatisër. Asë edhe një banor nuk është. Kështu më tregoj banori, kështu që nuk kem çka me shku, po mi do i keni gjithsesi me dron për aty ku nuk kemi arrit me shku, me çone këtu kokna, por që ç'a me shku? Thot, hajde po shkojmë te pjesa ujit edhe finish. E pra miqtë e mi, si që ju premtuam, erdhem edhe tek pjesa e lumit, lum kjo që është në menaxhimin e komunës. Banorët më treguan se këta gur i kanë shru komuna, por që nuk janë tek noqër. Jem të e po edhe ujmocin i cili e mot nivelin e ujt. Normalisht në kushte atmosferike mere shishiu, po dihet që niveli është i lartë. Kurse në thatësira gjatë virës po besoj që është në rënje. Momentalisht ka ujë, po m'pëlqen pastërtia që është në këtë lum, pra mirëmbajtja e lumit. Veç a ka lum brenda fshatit, e dini ju, ta jep atë qetësinë nervore, shpirtërore. Miqtë e mi, kjo është shtëpia e fundit sa i përket fshatit Shqipashnice e Epërme. Faleminderit banorëve fantastik që ishin sot ndaj njeve. Faleminderit edhe juve miqtë e mi të dashur. Takohemi në fshatin e radhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje.